أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمة الأبدريمات إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات والسلام وتيادرقوا محمد عليه الصلاة والسلام paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnikë dhe mbi të gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër të nderuar, agjërues dhe agjëruese, jemi tek ligjërata e radhës, tek cikli i ligjëratave para namazit të taravis, duke shpalosur para juve motivet dhe gjërat që na shtyn neve me dashur Allahun Azza wa Jall. Dhe ligjërata e sonte është duhet ta duam Allahun Azza wa Jall nga se ai përgjigjet kërkesave dhe lutjeve tona. Lutja është nga ibadetet më madhështore të zemrës. Çdo krijesë i lutet Zotit, ani pse ka mundësi dallash e njeh Zotin. Muslimani i lutet Zotit se e din që ka një Zot që dëgjon lutjen e tij. E din që ka një Zot që sheh atë duke u lutur. Edhe ata që besojnë dallash Zotin, idhujtarët, i lutën Allahut Azza wa Jall. E lusin Zotin e tyre. Dhe normalisht e lusin Allahun Azza wa Jall edhe kur janë sidomos mas nxorti. Pse nuk i lutin idhujt? Për shkak se e dinë se ata s'kanë mundësi me ju përgjigj lutjeve të tyre. E Allahu e ka thënë këtë shembull në Kur'an duke thonë: "Fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu-d-din." Ose wa idha ghashiyahum mawjun kadh-dhulli da'u Allah mukhlisin lahu-d-din. Kur ata hypin manie në dete, edhe thashtë, kur hypin në dete trazohet dhe dogët fillon me u çu lart, aleikum selam. Këta që se kanë besu Zotin, pse nuk i drejtohen idhujtve të tyre? Pse nuk i kërkojnë ndihmë idhujve të tyre? Nga se e dinë që nuk ka mundësi me ndal detin, trazimin e detit dhe me i shpëtu askush pas Allahut Azza wa Jall. Çka ndodh këtë rast? Allahu thot da'u Allah mukhlisin lahu-d-din. Këta i lutën Zotit me lutjen më sinqert mundshme nga thellësia e zemrës. Ani pse më herët i kanë bërë shirk Zotit. Falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun, por insani është i tillë. Kur del pi krizës edhe nuk është në zorr, në thojza për Zotin, pra bëhet kryenesë dhe i bën shok Allahut Azza wa Jalla, Allah na ruaj. Andaj edhe ata që dallashe dojnë Zotin, edhe ata që dallashe besojnë Zotin, kur janë momentet kritike, i lutën Allahut me sinqeritetin më të lartë mundshëm se e dinë që Allah i përgjigjet. Zoti xhallahu ala ka thënë edhe pejgamberët e tij kur i ka lavdru se ata ju kanë lutur Zotit edhe Allahu ju ka përgjigj. Nga se ç'është ka në hadith vërtet, Allahu hidhrohet kur robi nuk ja troket derën Zotit edhe nuk i lutet Zotit. Nga se Allahu ka garantuar që nëse e lusmi Allahun, Allahu na përgjigjet. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahu thot, lutjet e kun unë u apëroj lutjet. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ata që nuk e lusin Zotin kanë me hyrë në xhehenem të përçmuar. Andaj na kena nevojë për Zotin. E lusim Zotin, edhe Allahu i dëgjon edhe i përgjigjet kërkesave tona. Allahu Azza wa Jall në ajetet e agjerimit, mesin e ajeteve ka vendosur edhe ajetin e lutjes edhe përgjigjes. Tha Zoti xhallahu ala: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun." Kur të pyesin robët e mi për mua, unë jam afër. I përgjigjna lutjes së atij që më lutet. Andaj let më binden mua dhe let më besojnë mua nëse dëshirojnë me qenë të udhëzuar. Nëse dëshirojnë me qenë të udhëzuar në rrugën e drejtë dhe rrugën e vërtetë. Ky ajet ulemaja kanë thonë që vendos dy parime thelbësore. Parimi i parë është el qurbu
bejnë Allah o bejnë alb o bejnë abd, afërsia hynore e Allahut me robin e vetë. Allahu është afër robëve të tij, edhe pse është mbi 7 kaqej, ai është dokun me dinën e tij, është afër robit vetë, sidomos kur ai lut Zotin dhe i kërkon Allahut azza wa xal. E dyta është Allahu ka garantuar përgjigjen, gjavapin. Vetëm na duhet që me lut Zotin edhe pastaj Allahu me ju përgjigj lutjes tonë. Zoti xhelalu ala ka shumë sa njëri është në zorë për Zotin, sa krijesa ka nevojë për Zotin, sa krijesa i lutet Zotit dhe Allahu i përgjigjet të gjithave për një herë. Se Allahu ka thonë hadith kutsi, nëse kejt krijeset bëhen bashkë, gjinët dhe njerëzit me një vend në kodër, edhe mlusin të gjithë dhe për një herë ja dëgjoj lutjen dhe i përgjigjna. Për Allahun është e lehtë. Mile ka thonë pejgamberi selam në hadithin e vërtet, inna Allaha hayyun kerimun yastahyi min al-abd idha rafa yadayhi an yaruddahuma sifra. Allahu akbar. Allahu është i tupshëm, është bujar i madh. Allahu turpënohet ku robi vet i çon dur lart me lut Zotin edhe më ia kthy gjevapin Zoti zero, ose mos më ju përgjigj kërkesës së robit vet. Kush është Zoti jon? Ai i cili turprohet pi një krijesë një plumb mbi tokë. Ai i cili turprohet pi ty edhe pi mu kur na e lusim Zotin. Edhe ai mos më na përgjigj neve. A ne e dojmë Zotin? Se Allahu përgjigjet kërkesave dhe lutjeve tona, edhe pse ndoshta nuk e meritojmë. Dikush thotë unë e kum lut Zotin, ama halas mu ka përgjigj. Pejgamberi alayhis salam thotë, Allahu ja pranon lutjet e juaja derisa ju të mos nguteni. I tha ja Rasulullah, çka është fjala mos nguteni? Tha ai i cili thot da'utu Allahe ose da'utu wa lam yustajab li. E kum lut Zotin, ama s'ma ka kthy Allah i përgjigjen. Aso është mbarë kështu më thona? Ai i cili lutet gjithmonë fiton. Për shembull, Omeri thot, une nuk e kam gajle a më përgjigjet Zotin doj lutje, e kam gajlen apo lutna, i ka thonë pse? Për shkak se përderisa Allahu ma ka mundësu me ju drejtua ti, me lut ato, jep me kuptu që ai më ka pranu muhe. 2. Njëri për i të parëve tonë ka thonë, ma shumë ju më gëzu, kur Allah i s'mu ka përgjigj në doa lutje, se kur Allah mu ka përgjigj. I kanë thonën, që është të mundshme kjo? Kejt njerëzit e lusin Zotin, Allah mu ju përgjigj, ti pëthu ma shumë ju më gëzu që Allah i s'mu ka përgjigj në doa lutje. Ka thonë për shkak se ato që ka e kum lip Zotit, unë e ku menu që është e mirë për mu, pa Allahu s'ma dha s'ko ka mirë. E që s'ma buni kabul doan se Allahu më karun nga kjo e keqe. Ty të konë mu lutë. I kanë thonë sahabët, ja Rasulullah, a duhet shpesh mu luta? Tha, pa, fallahu akthar. Lutën e Allahu shpesh se Allahu ka shumë. Kur ti qësh duhet lartë, i agjirushëm me lutë Zotin, Allahu s'ta kthen në përgjigjen bosh. Ta kthen në 3 monedha. Monedha por është, nëse çka e ty e lip Zotit, është mirë për ty për fejnë tonde, Allahu ta jep gjevapin. Mas 2 ditëve, 3 ditëve, një javë, ta jep gjevapin. Edhe ta mundson me pa përgjigjen e duas jetën e përditshme. Në 2. Nëse Allahu e sheh se kjo çka e tu bë duati nuk është e mirë për ty, Allahu të jep 2 kompenzime. I pari kompenzim është ose trun nga një keqe, ose ta lën, ose ta jep një të mirë. Për shembull, ki bo doa sot në Daravia, edhe Allahu s'u ka përgjigj doa lutje. Nesrit, i kon të vozit mbrapa me kerr edhe shef banderin para syve. I ku afru me milimetra, ki mujt me bu kjerri për shesh. Kush trujti mos me prek banderin? Pa ki doja që ki bu prom. Ose e dyta Allahu ta jep një të mirë, edhe fundi tha pejgamberi, au ju dakhir Allahu azza wa jalla lahu fil akhirah. Ose ka mundsi Allahu ja lën doan në ahiret. Del ditën e gjykimit, Allahu t'jep të mira, thot o Zot si ku bëhen këto të mira. Allahu thot ti kom dhon këto të mira për shkak duas edhe lutjes së shpeshta të shumta që i ki bosa ke qenë në dunjë. Andaj muslimani është ai i cili e bën duan e sinqert. Edhe normalisht i lutet Allahut azza wa jall nga se
përderisa Allahu ka të krijuar, Allahu të ka fal, Allahu azza wa jalla është ai i cili i përgjigjet duas edhe lutjeve tuaja. Kur besimtari e përjeton përgjigjen nga krijuesi i tij, do thotë çka ndodh me të, e para është i shtohet yaqini, i shtohet bindja te Zoti vet. Zemra i lidhet me Zotin. Allahu thotë: "Wa man yu'min billahi yahdi qalba." Nëse zemra beson si ka hije Zotin, Allahu betuesi ka mëuzuar zemër. Alaysa Allahu bikafin abda. Allahu thot, a nuk i mjafton Zoti robit vet? Çka ki nevojë me lut krijesat? Çka ki nevojë me lut një krijesë që s'ka mundësi me ndihmu as vetes? Luta ato që depot e mirësisë janë duart e tij. E dyta ka ndonjë moja. Thellohet lidhja me Zotin dhe shtohet në shtrimi më shumë te Allahu azza wajal. Edhe largohet njeriu nga pikëllimi dhe dëshpërimi. Njerëzve mi lyp, një herë, dy herë, çka ndodh? Mërzitet kur njeri, do ta ndihmoan era, apo do të më ndihmuan? Allahi udhënohet mos mi lyp shpesh. Sos si njeri. Njeri ka pasuni, ka të kufizuar. Njeri ka vullnet me bo mirë, i hub dikur vullneti. Para gjykimet, fjalët, ajo kjo. Te Allahu s'ka. Sarxhohet pasunia e Zotit. Andaj pejgamberi sa Allahu tha akthar, luteni Zotit sa ju përgjigjet më shumë. Allahu ka me bëllëk dhe nuk i paksohet pasuria ati nëse të gjithë robrit e lusin Allahun azza xhel. Zoti xhelalu ala kur ka marr me livdu e robrit e tij sinqert, që vazhdimisht e kanë lutur Zotit dhe Allahu ju ka përgjigj, i ka renit. Për shembull, kur ka fol për Jakubin alayhis salam. Jakubi 30 vjet se ka pa Jusufin. Mirë po kur nuk e ka ndalë doan të bëjë doat e Zotit. Pse ka bëjë gjithë kjo doa? Se ka thonë inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Unë di për Zotin tim ju atë që nuk e dini, se ka u për shpresën. Ejubi alayhis salam 18 vjet i smut në krevet. Likura ju ka dergj. Mirë po, vazhdimisht ka qenë i kthym ka Zoti dhe ju ka bëu doa, se ka ditë që Allahu i përgjigjet. E kur e ka lavdruar Allahu Ejubin, shka ka thonë ni'mal abd innehu awwab. Sa robi mirë Ejubi, vazhdimisht ka qenë i kthyer ka Zoti dhe Allahu ka përgjigj. Nën 3, Allahu azza wa jalla edhe e ka lavdruar edhe Jusufin alayhis salam. Pse e ka lavdruar? Se Jusuf e sam s'ka pas ndihmtar tjetër pas Zotit, s'ka pas tre tjetër pas Allahu. Ja bonën kurthën, vllaznia dhe dashur me çit në humner. Mirë po kur puna me dalë në sukses, ju pranu doja, e thani fjalë fa innehu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ai cili friksohet Zotit, edhe bën sabër kur nuk dorëzohet, Allahu azza wa jall nuk e çon poshtë mundin e bamirësve. Andaj është koha e agjërimit, dhe është koha kur Allahu azza wa jall i pranon doat dhe lutjet dhe ka garantuar për të pejgamberin sa duke thonë thalathu da'awatin la turad, 3 dua nuk thehen mbrapa. Allahu i përgjigjet. Prej duave është duaja gjatë periudhës kur është agjëruar shumë agjëruesi dhe duaja momentin kur agjëruesi e çel iftarin. Minutët e iftarit janë shtrejta. Unë e di që kur vjen mysafiri njëri ka qef me bu hizmet, ka qef me bu muhabet, me bu nder. Ama 2-3 minuta para iftarit, secili ka gajle derte dua, secili ka diçka që Allahu duhet ka nevojë me ju përgjigj, adresojnë në këto momente edhe kohën e syfyrit Allahut dertet e duat edhe lutjet e juaja. Për shkak se nuk e dim se kur Zoti na pranon duat. Ama na ka premtuar kohët. Na ka premtuar kohën e syfyrit. Na ka premtuar kohën e iftarit. Na ka premtuar kohën me sezonit dhe ikametit. Na ka premtuar momentin më së afërmi kur është robi me Zotin sejdë. E thotë pejgamberi shpeshtoni sejdët, edhe shpeshtoni duat dhe kërkesat e juaja në sejdë, nga sa më afër robi me Zotin e vet është momenti kur është në sejdë. Andaj të gjithë kemi gajle, të gjithë kemi derte, besoni të nderuar vëllezër, që ka në hadith, Allahu çdo natë, 1/3 e natës, zbret në qiellin e dunjas, që i takon madhrisë së tij, edhe prit kush po lutet, kush ka nevojë me plotësu një kërkesë, kush ka nevojë me fal një mëkat, kush ka nevojë me largu një breng, Allahu na prit çdo natë syfir. Ai qetri ha syfir, dallëzën televizor të sa të kufije ku asabojt. Ki qetri ha syfir dallëzën telefon, ki qetri ku asifit është ku është drejt. Mos e jep komoditetin as televizorit as askujt që me ta marr këtë kohë të bereqeshme. Son do është ravia,
e 8 me radhë nëse nuk gaboj, është e vërtet që si vetëm të i falë taravit pak më shkurt. Ma gato fjala, arsyeja është më ka dalë se ku është më gatë. Unë e di që ata njerëz që mësu mu falë para Ramazanit kohët gatë, si kanë falë 5 vakte, e di që nuk e kanë letë. Mua më shumë ti më dhimbën njerëzit që punojnë pa ushtellë. Gjithmonë të ata ku mendjen. Ata çon herët, punojnë fizikisht, udhtojnë udhime të larta. Edhe ata ku mgojlen. Që këtë Ramazan o xhamat e kina. Boni sabër se që të travi sonde po shkojnë. Unë muj me shkurtu pak, ama me shpejtu s'ka mundsi me shpejtu. Sejdja mbetet sejdë, rukuja mbetet ruku. Këti dojmë, këti respektojmë. Ama kur vjen puna me Zotin, kur kuna se ndojmë përpara Zotit. Edhe bab me pas, edhe non me pas Zotin e madh, nuk ja ka matrin. Në ditën e gjykimit Allahu s'ka me vet, as kamermanin, as kryetarin e xhamisë. Mu ka me mqit përpara ka me vet. Je kuan imam i xhamatit. Ai ki fal taravih turbo, ai ki fal çuçi ki fal. Boll kena fal taravih te poshtë nalt. Po dojmë një taravih me fal si ka hije. Taravih më shumë tim kanë zgat komplet me aci 57 minuta. 57. Edhe tash pia heki 10 minuta sonte. 47 minuta. Çka lun rol 10 minuta taravia me fal më shpejt, çka lun rol. Veç e rrezikoj unë imamllëkin te Zoti edhe përgjithësinë. Muj mi shkurtu surët, ama shka heki 5 minuta. Po nuk ka problem, inshallah Zoti është razi, inshallah Zoti më na fal, për mua është më mirë është më afru xhamatit, jo mi largu. Ama unë nuk du xhamat me mashtu numrin e xhamisë, nuk du në kuantitet. Du xhamat kualitet. E kualiteti nuk vjen me një Ramazan, po do kohë dhe do mundi. Zoti na pranoft.